Ditën e sotme bëri buj lajmi se kreu i SPAK, Klodian Braho, ka kërkuar në KLP shtimin e sigurisë për paraardhësin e tij Altin Dumani dhe disa prokurorë të tjerë. Por ky lajm ka ngjallur habi, pasi Dumani nuk është më në krye të SPAK dhe askush nuk është marrë me të publikisht. Në fakt, Dumani si ish kreu i SPAK mbrohet drejt për drejt nga ligji dhe jo nga KLP. Vetë qeveria në vendimin numër 478, datë 10/7/2019, ka përcaktuar procedurat e mbrojtjes së kreut të SPAK, procedura që zgjasin edhe pas largimit të tij nga detyra. Në tetor të vitit që lan pas, kjo VKM u ndryshua dhe u vendos që kreu i SPAK të ketë mbrojtje maksimale edhe 3 vite pas largimit nga detyra. Dumani vijon të përdor të njëjtin automjet, pra Audin e zi të blinduar, shoqërohet me ushtar të gardës dhe po ashtu me makina policie. Pra siguria e tij është në nivel maksimal dhe nuk ka se çfarë sigurie të ketë më tepër. Mësohet se Dumani ka kërkuar shtim të sigurisë dhe zgjatje të saj për familjen e tij. Dhe KLP këtë kërkesë ka miratuar. Dumani pretendon se ata mund të jenë në rrezik, por teksa Dumani gjatë 3 viteve ka lëvizur me siguri maksimale, familja e tij po ashtu. Pse shqetësohet tani që ka në dorë çelsat e kashtës? Dumani është pjesë vetëm në disa dosje, por jo si prokuror kryesor. Gjatë kohës që ai ishte në krye të SPAK, ka hyrë si prokuror mbështetës në disa dosje dhe nuk ka qenë iniciues drejt për drejt në hetime. Nëse Dumani ka zbatuar ligjin dhe ka qenë korrekt, nuk ka pse të ketë frikë. Atyre që u ka rënë rruga nga godina e SPAK, në shumë raste kanë parë mjaft prokuror që lëvizin pa roje, pa makina, pa asnjë lloj sigurie. Kjo sepse ata janë korrekt në punën e tyre. Pra lajmi sot më shumë i ngjan shohut se sa rrezikut real ndaj Dumanit. Dumani nuk e ka zënë më kush në gojë muajt e fundit. I vetmi lajm që ka dalë është ai ku Dumani ishte në shoqërinë e një personi të dënuar gjatë një feste familjare. Ndoshta ky lajm Dumanit do të jetë dukur si kërcënim dhe është trembur. Ndërkohë që në SPAK ka prokuror që kanë hetuar bandat e armatosura, janë kërcënuar familjarisht nga krimi dhe sërish nuk kanë mbrojtje. Nëse do të ishte kërcënuar vërtet Dumani, SPAK do e kishte gjetur brenda ditës kërcënuesin. Pastaj, nëse bëhet fjalë për akuzat dhe deklaratat në media, atëherë është histori tjetër, pasi kjo ngjan me historinë e Adriatik Lallës. Edhe ish kryeprokurori, para se të linte detyrën, doli të bënte viktimën se ishte kërcënuar dhe nxori familjen jashtë, metodë kjo për t'u arratisur më pas. Por të paktën, Lallës i shkoi një mesazh në telefon, por Dumani duket se trembet vetëm nga bullizimi në media. Apo mos ndoshta ish kreu i SPAK tani kërkon vëmendjen sepse nuk merret kush me të.